Në komunikim të drejt për drejt nga tereni për të marrë një përditësim të situatës më të fundit shkaktuar nga moti i keq në vendin ton, kam ministrin e mbrojtjes zotin Piro Vengu. Zoti Vengu, përshëndetje, ku ndodheni aktualisht në Lezhë, kam përshtypjen po si zonë saktësisht dhe si paraqitet situata atje ku jeni? Gjendem aktualisht, përshëndetje, jemi mbrëma, faleminderit për mundësinë. Gjendem aktualisht në Milot dhe në afërsi të Laçit. Aktualisht kemi një front të dytë praktikisht meteorologjik që është duke kaluar me gjithë zonën veriore të vendit, siç ishte edhe parashikimi meteorologjik. Në mëngjesin e ditës sotme patëm disa vërshime, sidomos në bashkinë Kurbin, njësia administrative Zejmen pati disa vështirësi, edhe ulësira perëndimore përballë Mamurasit dhe lumi Droj praktikisht në gjitha prurjet solli një situatë komplekse në disa zonat banuara dhe në ulësirën perëndimore ku janë dhe tokat bujqësore. Aktualisht mund të themi që bashkia Kurbin është bashkia më e prekur nga gjithë kjo situatë e 24 orësh të fundit, me rreth 90 banesa të cilat janë prekur nga uji, pavarësisht se niveli ka rënë tashmë dhe nuk ka pasur evakuime përveç rastit të 4 familjeve të cilat janë akomoduar dhe ato nga bashkia dhe nga forcat e emergjencës civile në konviktin e shkollës profesionale. Presim që rreshtet të vijojnë, do jetë një natë dinamike, qoftë për bashkinë Shkodër, qoftë për bashkinë Lezhë dhe bashkinë Kurbin, sikundër e thash edhe me lidhjet e lumenjve që shkojnë në ulësirën perëndimore, pra në bashkinë e Krujës, po edhe në bashkinë e Durrësit. Zoti Ministër, sa banesa janë aktualisht në ujë në qarkun e Lezhës ku ju ndodheni? Pra thatë ka qenë 90, ka rënë niveli i ujit, por sidoqoftë kam përshtypjen që në këtë situatë banorët e kanë të vështirë të jetojnë aty, pra si paraqitet situata aktuale me numrin e banesave që kanë prezencë të ujit brenda tyre? Në raportin e fundit para 30 minutash ishte vlerësimi për 90 banesa, duke ditur që gjendemi përballë një fronti që është aktiv tashmë, ndoshta edhe e dëgjoni në sfond. Patjetër, po. Është një situatë shumë dinamike, prandaj qëndrojmë në gatishmëri të plot, qoftë forcat civile, qoftë forcat e armatosura me 4 grupe të shpërndarë në këtë katërkëndshin praktikisht midis Lezhës, Kurbinit, Thumanës edhe zonave të ulësirës në Durrës, ku kemi ndërhyrje qoftë me skuadra të kalueshmërisë së lartë, qoftë edhe me mjete lundrimi në rast se do duhet që të bëjmë evakuime. Për momentin, siç u thash, nuk kemi bërë evakuime, nuk kanë qenë raste të tilla për të detyruar të evakuojmë banorët, çka është një lajm i mirë. Situata në menaxhimin e kaskadës në të treja hidrocentralet besoj se u informuat pak më parë dhe nga zëvendës Kryeministria. Është një menaxhim që na bën optimist për mundësinë e rezervës ende të hidrocentraleve për të përballuar ende një front shumë dinamik deri në mesditën e ditës së nesërme, po edhe për mëtej. Praktikisht, kështu që kjo na bën optimist që mund të menaxhojmë situatën në orët në vijim. E qartë, kur thoni për mëtej, pra për te mesditës së nesërme, çfarë informacione keni nga shërbimi meteorologjik që besoj ju si institucion ju vjen në mënyrë më zyrtare dhe më të detajuar, zoti ministër, për të kuptuar se çfarë pritet të ndodhë gjatë kësaj jave me motin e keq, apo mëtej, çfarë lloj dimri do të presim për të kuptuar se sa situata të tilla problematike mund të kemi? Presim praktikisht deri në datën 22, pra edhe gjatë fundjavës presim që të ketë ende rreshje. Pam situatën në Itali me 2 fronte të cilat progresivisht në fakt kanë ardhur drejt rajonit ton. Një front në veri dhe një front tjetër në jug. Patëm edhe një situatë për herë të parë në 2 dekada me një tejkalim të niveleve të Bistricës, edhe disa zona fushore të Finiqit praktikisht të prekura nga përmbytjet, por fatmirësisht pa dëme dhe pa nevojë për të ndërhyrë në pranë popullsisë apo për të evakuuar banor. Ajo që është e rëndësishme të theksojmë është që
Të gjitha akset praktikisht janë në monitorim konstant, grupet e punës të autoritetit rrugor po ashtu, të gjithë kontraktorët nga veriu në jug bëjnë ndërhyrje të her pas hershme, kërkojmë mirëkuptimin e banorëve në disa akse në zona rurale që të mos lëvizin pa u siguruar që të gjitha kushtet janë optimale për ta bërë dhe të ndjekin të gjitha udhëzimet e emergjencave civile në bashkitë përkatëse. Zoti Ministër, keni arritur të identifikoni tashmë se cilat janë arsyet e këtyre përmbytjeve, bllokimi i kanalizimeve, ndërtimi në sisteme që në një farë mënyrë duhet shërbenin si sisteme kullimi, pra cila është arsyeja që kryesisht zonat e veriut, po ka dhe disa zona në jug përmbyten sa herë që ka dimra me reshje me intensitet të lartë, duhet thënë që tani jemi vetëm në fillim, pra në fund të stinës së vjeshtës dhe në nisje të stinës së dimrit. Pra keni kërkuar nga bashkitë apo nga institucionet e varësisë arsyet, shkaktarët kryesorë se pse ndodhin çdo vit këto përmbytje? Ne kemi një hartë të riskut në mbar vendin dhe ne logjikojmë sipas riskut në mbar vendin, qoftë kjo në lidhje me situatën klimatike, qoftë në lidhje me situatën e infrastrukturave parandaluese. Dhe ç'është e vërteta çfarë mund të konstatoj në këto 24 orë të parë fronti aktiv mbi veriun e vendit, është fakti që sa herë kemi pasur ndërhyrje cilësore, qoftë në bashkinë Shkodër, qoftë në bashkinë Lezhë, qoftë edhe në bashkinë e Kurbinit, në fakt me disa ndërhyrje në kanalet e urave të larta, në pritat lumore, kemi mundur të kufizojmë për hapjen e ujrave. Rreshjet kanë qenë shumë intensive, 100 mm rreshje deri para pak minutash dhe tash do jenë edhe më shumë, rreth 120 mm rreshje vetëm në bashkinë e Kurbinit. Normalisht do ishin rreshje me përmasa të një katastrofe shumë herë më të madhe, janë kufizuar fal infrastrukturave parandaluese që janë investuar gjithë këto vite. Kjo nuk do të thotë që mjaftojnë, na duhet ta vazhdojmë programin e digave, programin e pritave lumore, programin e të gjithë infrastrukturës parandaluese, ndaj edhe në buxhetin 2026 kemi një fond të disponueshëm shumë konsekuent në këtë drejtim për t'i ardhur në ndihmë bashkive në mënyrë që riskun ta kufizojmë sa më shumë. Po edhe nga ana e historikut të rreshjeve në vendin tonë, shohim ndryshime të fenomeneve klimatike, sepse më përpara mund të kemi pasur rreshje të shtrira, qoftë në kohë, qoftë në sipërfaqe. Aktualisht kemi fenomene klimatike që i orientojnë rreshjet në mënyrë intensive, në pak orë, në vende të kufizuara, dhe kjo është një dukuri natyrore me cilën duhet të përballemi. Nuk është momenti këtu tani të bëjmë analizën e përgjegjësive, por padyshim do vijë momenti i vlerësimit të dëmeve dhe çfarë parashikon ligji për sa i përket mbështetjes për bashkitë dhe banorët. Dhe me qenë se jemi te ky bilanc, se ju përmendet e kisha menduar pak më vonë, por me qenë se jemi këtu është herët, pra është e mundur që në këtë situatë ju të kuptoni për shembull siç ndodhin 90 banesa në Kurbin që thatë janë përmbytur apo në zona të tjera, për të kuptuar një bilanc paraprak dëmesh, apo duhet të tërhiqet uji një herë që më pas kuptohet se çfarë ka shkaktuar dhe çfarë ka lënë pas, zoti ministër? Mund të themi që për sa i përket zonave të banuara, situata është relativisht e qartë, pra niveli i ujrave ra në bashkitë e prekura në mëngjes, por siç e thash, fronti është ende dinamik dhe është herët për të nxjerrë konkluzione. Konkluzonet e para do mund t'i nxjerrim mbasi fronti i 22 nëntorit të ketë kaluar dhe ai, dhe atëherë do kemi një pamje më të qartë. Zoti Vengu, shenjat e para ose sinjalet e asaj se çfarë do të ndodhte gjatë këtyre 24 orëve, në fakt i dha zona e veriut në qarkun e Shkodrës, Thethi dhe disa zona atje të cilat filluan të kishin një bllokim të rrugëve që më pas u hapen, rrëshitje të gurëve siç ndodh zakonisht në ato zona të thella malore. Çfarë ndodh në qarkun e Shkodrës dhe referuar kryesisht zonës së Thethit, po themi si pika më e lartë e saj, apo edhe pjesa tjetër në malsinë e madhe në Vermosh. Raportohet për situata problematike? Është e vërteta, të gjithë këtë cikël eventesh klimatike dhe hidrologjike ne në modelet tona, qoftë edhe në pamjet satelitore, parashikimet apo modelet e shërbimit ushtarak, i kishim parashikuar dhe ndaj dhe bëm dhe komitetet e emergjencave në nivel kombëtar, me zëvendëskryeministrin, ministrin e bujqësisë, kolegen ministrin e brendshme për shpërndarjen e detyrave dhe forcave. Ndaj shtuan forcat në regjimentin e Komisarisë së Veriut, në Vaudesin, në mënyrë që të kishim forca shtesë për Shkodrën, Thethin, po edhe për nën Shkodrën, e cila do jetë nën rreshje praktikisht gjatë natës së sotme, sikundër erdhën dhe në ndihmë të Kurbinit dhe të Lezhës. Kemi shtuar forcat e armatosura në gjithë zonën, në mënyrë që sa herë bashkia ka nevojë të mund të
ofrojmë qoftë mjete shtesë, qoftë personel shtesë në mbështetje të popullsisë. Në këtë mënyrë besoj se kemi një plan ku mund të kemi parashikim të ri çdo 6 orë dhe të bëjmë një rishpërndarje dhe në këtë mënyrë do ecim në mënyrë progresive deri në fundjavë.